A lejohet të shërohemi me bioenergji, me pallavra? Çfarë bioenergji? Me dreshna, për shejtana. Këto janë shumica biznesmenë. Bioenergji që të tunë kam bioenergji e ki pasish, do thonë nëse është ka diçka dje se gjin ka. E gjinë që i të në. Tamam? E ka disa e gjinë. Bioenergji këtë janë pallavra, kjo është shërim i budistave. Kjo është adhurim të këto. Bioenergjia do të thonë që përdor këtë pallavra me grabit pare, me amor njerëzve parët pa hak. Ku të dëgjojsh dikën se shëroj me bioenergji hik pe ati, sikur që i hik pe leonit. Se s'ka kur gjon pe ati. Nuk lejohet. Për shkak se ai ti grabit parët, shumica që janë grabitin parët, pakica atinve punojnë me gjin. Pakica. Se çdo gjin nuk nështrohet. Halli çdo kujt nuk i nështrohet. Ai duhet më kon qafir i madh. Duhet më kon qafir me qenë për më në gjinja me arme punu për ta. Ku ki pati pa bon kur gjon me punu për ti. Për këtë arsye bioenergjia kanë qenë, vetëm se janë pallavra, e nëse vërtet ka diçka të tillë, dihet se ka gjin. S'ka diçka të vërtet as me shkencë, as me shariat.